Po, kam një pyetje për ty Shkumbin. Ke dedikuar me që jemi tek pjesa e dashurisë tani? I ke dedikuar ndonjë këngë mimozës? Po, kështu me të thonë drejt, direkt mimozës, po është një temë që i dedikohet të dyve. Të dyve? Të dyve. Patjetër do të kishe futur edhe veten aty brenda, se vetëm për të zbaj, ëh? Po, edhe kemi pas edhe një hit madh së bashku. Okej. Lule Mimoze ka qenë hiti i viteve 2000, do thasha. Mirë po, edhe para kësaj këngë ka qenë një këngë të cilën e pata realizu me shumë knatësi, një balat shumë bukur, Stuhi Jyesh, ku përfshihet gjithë ajo situata jonë në atë kohë, se ka qenë periudhë shumë e vështirë. Do thasha, edhe në jetën personale, edhe në përgjithësi ka qenë një momentum shumë i rëndësishëm për ne, po dhe jo shumë i lehtë. Okej. Po përmendi me qëllim të dyjat, se kënga Lule Mimoze ka qenë ajo që i dha një shtytje shumë të madhe karrierës tonë. Karrierës, okej. Se na ishim, unë e kisha rolin edhe të producentit, po edhe si interpret, si autor, si autori i muzikës, teksteve. Edhe ishtë titulli i këngës Lule Mimoze, Mimoza hezitoj ke qyshti kjo mi këndu këngë vetë. Pse është gjë më e bukur? Pse t'je e bukur si Lule, ke emri Mimoza, funksionon? Edhe sot e kësaj dite, kam kalu në ashtë 25 vjet, njerëzit na e përmenin. Është e çuditshme. E përmenin, kënga e bukur Lule Mimoze, ku pi mojnë men njerëzit. Mu mblen përshtypje se i përmend edhe rinia, sepse kjo është kohë e gjatë. Do shta 22-3 vjeqarë, ose vjeqare. Janë këngë që qëndrojnë dhe do jenë aty gjithmonë, edhe në të rinë të tjerë që do vinë pas nesh. Edhe e këndojnë shumë këngëtarë tjerë në për ahengje, se është këngë kështu që ka motive edhe popullore. është këngë ritmike, teksti shumë i bukur, është mashkull femën këndojmë, të dytë, lidhet është si koketim, është si pyetje përgjigje, është shumë interesant, sigurisht dikush gjenerata pak më të vjetrave që kanë dëgjuar këngë. Edhe kjo është që zakonisht muzika sot i dedikohet gjithmonë ka temë dashurinë, edhe normalisht, ajo inspirohesh ti dikun e merr një inspirim, të vjen në mënyrë nështë të pavetëdijshme, qoftë edhe tema muzikore, qoftë edhe teksti, janë të ndërthurura, nuk mundën me shku të vetë ndamas ato. Po ka edhe si poezi, mirë po unë për veti po flas gjithmonë, si autor i muzikës, gjithmonë e kam një ndjesi edhe muzika më bjen se çfarë tekstit bëj me atë këngë. Po për shembull sot ose në një të ardhme do bëni prapë ndonjë këngë tjetër bashk që t'jetë dhe më hit? Po normal që do ta bëjmë, mirë po çfarë këngë do ishte? Do ishte për dashurinë prapë apo do ishte ndonjë gjë tjetër? Për dashuri, këngë pop. Ma shumë preferoj muzikën moderne, pop, mirë po atë këngë duhet me punu dikush që unë e vlerësoj edhe mendoj që e qëllon. Po, Mimoza, 30 vitet e fundit në si artiste, si femër, një artiste shumë e njohur, shumë e mirë e muzikës shqiptare, si e ke ndjerë veten, si ka qenë këto vite, do doje të ndryshoj diçka, ose ndoshta të bëj diçka ndryshe, ku ke qenë më e re dhe je futur në këtë rrjedh? Diçka më ndryshe nuk besoj që do të bëja, sepse e kam këndu muzikën që e kam dashur. Tash përpara jam punu ma me përkushtim, edhe tekstet, edhe pse ende ka tekst shkruas që punoj, si për shembull që është Aida Baraku, që ajo për mua është tekst shkruasja më e mirë shqiptare, edhe të tjerë. Muzika mendoj që bëhet ashtu kush si e kërkon dhe si e ndjen. Patjetër. Une nuk muj me gjyku tash tjertë çka bëjnë dhe si bëjnë. Pak më pengon që ndëgjoj muzikë që i ngjan muzikës arabe, i ngjan mua jo. Filluar neve pak. Mua jo më pengon, ose këngëtar shqiptar që këndojnë muzikë tallaba.
Ajo mu nuk më pëlqen, tash masës mundet mi pëlqy, normal njerëz që janë të lirë të dëgjojnë çka të dojnë, ma shumë e preferoj muzikën moderne, edhe mendoj që këngëtarët e muzikës moderne në kohën e sotit mjaft mirë punojnë. Jo mjaft mirë, po shkëlqyshëm. Po për juve për shembull është më e rëndësishme teksti apo melodia në një këngë? Pra kur vjen puna tek zgjedhuri dhe ti do të bësh një këngë të re, cila është më e rëndësishmja? Po unë mendoj që dyja duhet me qenë. Okej. Mirë po, teksti është më i rëndësishëm për mu. Mendoj që teksti e mban edhe atë melodi dhe jep kuptim. Sepse kur njerëz e ndëgjojnë këngën, dikush e gjen veten aty, shumë njerëz gjen veten, mirë po ti e gjen në tekst, në ato fjalë që i ndëgjon, kështu që... Në fakt është vërtet, njerëzit që ndëgjojnë këngën ndëgjojnë për tekstin që kanë, se e lidhin më shumë veten me atë këngë që po ndëgjojnë. E lidhin veten, jetën e tyre. Dhe është më e rëndësishme.